A e dini se çfarë bën kakia? Po. Frutat janë thelbësore. Jo vetëm frutat për trupin, për shëndetin tonë, por edhe lakrat, bimët, çdo lloj bime. Njeriu duhet të shkëputet nga ushqimi i modifikuar, sepse ushqimi modifikuar modifikon qelizat tona, por i modifikon për keq. Kakia është një antioksidant natyral dhe është tepër i fuqishëm. Për më tepër, kakia ul presionin, madje ul edhe sheqernat në trupin tonë. Po, nëse konsumon kaki. Bile kakia është edhe kundër kapslëkut. Nuk e di nëse dikush nga ju e ka provuar, bile do t'i thosha. Kakia ndihmon edhe shikimin. Po, ndihmon shikimin, kakia. Edhe pse duket kaq banale, është një antioksidant natyral dhe është shumë i fortë. Bile kakia jep energji. Bile do t'i them dhe të fundit. Për ju motra, gra, nëna, bija ku jeni. Unë e them edhe për meshkujt, por për femrat është e rëndësishme. Sepse kakia ndihmon që të mos dalin rrudhat, pra të kurr rrudhat. Po, kakia. Nëse konsumoni, ç'është e vërteta, nëse konsumoni çdo lloj frute në periudhën e saj, që të jetë freskët, çdo lloj frute, çdo lloj bime, çdo lloj barishte në periudhën e saj, do shikoni që do të jetoni mirë dhe gjatë. Kakit është mirë që ti konsumoni pikërisht në këtë periudhë. Për listën që ju dhash më lart dhe për më tepër dhe listë dhe një sër benefite që kakia ka, është mirë që ta konsumoni. Të mbani mend, jo të modifikuara, por ato natyralet. Megjithatë do dëshira një komenti tuaj çfarë mendimi keni për kakin, sa kaki konsumoni dhe nëse konsumoni fruta gjatë sezonit të tyre dhe sa konsumoni. Mundohuni që të blini frutat të freskëta ose të mblidhni frutat freskëta. Pra, nga sot filloni që të konsumoni kaki, okay? Ditë të mbarë dhe tani po ja u bëj pak zili. Kjo është e ëmbël dhe është nga fshati.